Debati fundit mes Mirë dhe Selinës brenda shtëpisë së Big Brother VIP ka shtuar edhe më shumë pikpyetje. Kemi të bëjmë me një krizë reale emocionale, apo me një lëvizje të menduar mirë për pozicionin në lojë? Sot dinamika ndryshoi. Selina u afroi me banorët e tjerë, u përfshi më shumë në grup dhe u distancua, qoftë edhe simbolikisht, nga raporti i ngushtë me Mirin. Ky veprim në reality show nuk është kurrë neutral. Brenda një formati ku izolimi krijon aleanca të forta, çdo zhvendosje sociale është deklaratë strategjike. Momenti kyç erdhi, kur Selina pyeti drejt për drejt Mirin, a kam bërë gabim? Dhe përgjigjja e tij ishte e prerë. Po. Kjo po është interesante. Nuk ishte e zbutur, as diplomatike, ishte një konfirmim. Dhe menjëherë Selin reagoi. Nëse pas ka qenë gabim, afrimi me të tjerët, atëherë sipas saj, del që interesi për ta mbajtur afër nuk ka qenë i përbashkët, por vetëm i Mirit. Me fjalë të tjera, ti doje të ishe me mua për interesin tënd, jo sepse ishte një ndjenjë e dy anshme. Këtu ndahet analiza në dy skenare. Skenari i parë është tensioni real. Nëse lexojmë emocionalisht, reagimi i Selinës duket si zhgënjim. Kur një person e ndjen që po mbahet pranë për një arsye strategjike dhe jo për lidhje të sinqertë, reagimi është zakonisht mbrojtës. Distancimi nga Miri dhe afrimi me grupin mund të jetë një përpjekje për të rimarrë autonominë. Edhe përgjigjja e Mirit e shkurtër dhe pa filtra mund të tregojë xhelozin apo frikë se po humbet një aleancë të rëndësishme. Skenari i dytë është loja e kontrolluar. Në Big Brother, marrëdhëniet krijojnë narrativ. Narrativa krijon kohë ekranike. Koha ekranike krijon mbështetje publike. Në këtë këndvështrim, tensioni mes tyre rrit interesin e publikut dhe audiencën. Selina duke afruar me të tjerët, fiton imazh më të pavarur. Miri duke reaguar me po, krijon figurën e mashkullit që nuk pranon të humbas kontrollin. Kjo përplasje prodhon debat jashtë shtëpisë. Edhe debat do të thotë më shumë vota dhe shikueshmëri. Ka dhe një element tjetër, koha. Sa më shumë faza vendimtare të lojës, aq më shumë raportet fillojnë të lëkunden. Sepse në fund Big Brother nuk është histori romance, është konkurrencë. Pra është e vërtet apo lojë. Në këtë moment duket si një përzierje, ka shenja emocioni real, veçanërisht nga reagimi i Selinës. Por mënyra si artikulohet brenda kamerave është një moment strategjik. E bën shumë të vështirë ta quajmë 100% spontan. Reality show funksionon mbi amplifikimin e ndjenjave. Edhe një tension i vogël mund të vendoset nën presion izolimi dhe gare. Bëhet një dramë qendrore. Pyetja që mbetet është kjo: nëse Selina vazhdon të qëndrojë distancuar dhe Mirë nuk bën përpjekje për ta rikthyer raportin, atëherë kemi një krizë reale. Por nëse pas pak ditësh shohim afrime, biseda pajtuese dhe rikthim të dinamikës, atëherë kemi shumë gjasa që po flasin për një lojë. Në fund, ndoshta përgjigjja më saktë është kjo. Edhe kur nisin ndjenjë, brenda Big Brother gjithçka përfundon si strategji.